Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi kudo që jeni. Ndodhemi sot në fshatin e Lezaj, komuna Kaçanikut. Hajde po shkojmë me pak pamje nga i tërë fshati. Qëndroni me neve. Kjo është fillimi i fshatit e Lezaj. Jam të e pa nga larg shtëpia e fshatit, oda e fshatit, me siguri. Për ndryshe është një objekt shumë i lezetshëm. Në anën tjetër shtëpitë e bukura, shtëpi në renovim e sipër, shtëpitë e rënuara, kemi pra larishmëri të shtëpive në këtë fshat. Ne po vazhdojmë drejt, jam të i po me traktor, bujqit lavrojnë aren, apo mbjellin, atë çka po bojnë, po afrohemi se edhe ashtu a ne kemi me kalu. Hajde. Shenja e komunikacionit, që na tregon se shkolla është afër, po m'duket që është objekti po fiks, pra edhe shkollën e pas kanë në hyrjet e fshatit. Për ndryshe Vlente Ceket është një pastërti e dukshme në këtë fshat, për atë sa ne arritëm. Nuk është edhe shumë që kemi arrit, por deri me këtu në fakt shifet qysh në fillim se çfarë mirëmbajtje ka secili fshat. Sa bukur duket me obort e bukur, shtëpia. Është një fshat për ndryshe i qetë, edhe më duket që është i vogël. Po s'po du me ju thonë që është fshat i vogël se mandej po na del e kundërta. Mbetet lejlekat. Po, ikini prej aty, o, lejleka. Ja, pra me traktor s'po na shen. Edhe kohën e kemi djeli që thojmë po djeg, veç sa s'ka fillu me roshi, ndoshta edhe po nxiton. Hajde po shkojmë kështu drejt. Fshati e ka pozitën gjeografike shumë të mirë, shumë të përshtatshme, është i rrethuar me male, në Kaçanik pra gjitha fshatrat janë malore. E pas kemi një trotuar, shumë bukur. Ja pra dhe objekti i shkollës, sa i bukur. Shumë e bukur. Objekti i ri, duket që tash është ndërtu, edhe shkollën e pas kanë bukur të madhe, po shpresoj që edhe numri i nxënësave të jetë i madh. Duke marrë parasysh që fshatrat dita ditës po braktisën me të madhe. E si e mbon emrin shkolla? Nazmi Osmani. Është një objekt shumë i bukur, përveç kësaj edhe uborin e ka shumë pastër, nuk është që ka ndonjë ndërtim a diçka, por që uborri është i bukur, pushimorët i paskan, me i kalu pushimet e gjata. Në çdo fshat, kudo që shkoj shumë nxënësat, atmosferë gjithandej. Koshat i paskan shtëpi mjaftueshme, fokosondi para meje.
Por si është mënyra jetesës në këtë fshat, çfarë veprimtarie bëhet në këtë fshat, është i braktisur apo jo, nuk e dim, pra asë edhe një informacion nuk e kemi për këtë fshat, po shpresojmë me i taku njerëz të mirë, njerëz që kanë me na dhonë informacione për fshatin. Nuk je kaçanikas nëse, hajtë që lojandi, nëse nuk bashkë bisedon me Dorin, nuk je kaçanikas. Unë e marrë në fshat, kujdes, marrë në fshat e me u kthy pa informacione, apo kaloj ma nej? Ma marrë. O, sa i ri poster, një freski, po këto ditë të nxehta vetëm në kaçanik duhet me i kalu. Sa i ri është shumë i poster, e kemi fresket, molet, shifeni, ndërë të shpisi kanë molet. Tokat, po m'pëlqen se janë të punuara nga kjo pjesa që ka po arrimi me po, se përfaqe bukur e madhe është e punume. Një market në fshat, ta në drejtën edhe u gëzova, se tani është momenti me u fresku, në çdo fshat ku nuk ka market e kemi shumë të vështirë punën. Përshëndetje! A doni mysafir? Faleminderit shumë! Respekt, faleminderit. Jemi me kamerë kam dalë me ju pyet për fshatin, një 3-4 pyetje. Në adresë. S'po di çfarë adresa të duhur, apo te të duhur. Unë çdo herë tham shpresoj me i taku personat adekuat që din me na tregu për fshatin. Patjetër. Po si jeni? Mirë, unë një olno. Hajde, çto i paskim karrikat. Pajtë se edhe mos me ull nuk ka problem, veç nërhije dykon se shumë nxehtë. Qa po ullë se je ma i madh dhe unë aty më shkon ma shumë. Edhe silë është se ki. Ka mara kështu më silë si drejtorish. Jam konë olla drejtore, di shkonë më silë. Po, mos me vone po afrona ki pu largot. Mos me largot se shkoku marë pozit njërë. Pozita geografike kishë të shumë të pirë. Ja, po marat të shma. Para se mja njësë njëherë mere di shka, që ljollë, no? Unë që shto ka mara qëta të nëzit, bam, mikri. Unë fa frej ha dit, fa fri. Mirë po kalonin këtë fshat? Mirë. Fshati e Lezaj. Fshati e Lezaj, komunës Kaçanikut. Që kur ekziston ky fshat, s'kisha ndëgju asnjëherë. Ja, ky fshat ekziston tashun e historikun e tij me vite, muj me gabu, po ka një periudhë gjatë në histori të mbi 100 vjeçare që është si fshat. Historia e saj është interesant, njihet kështu prej gojdhonave që 3 vëllezër në afërsi të fshatit Dogonaj kanë migru në 3 lokacione, një vëlla ka këtu, një vëlla në Slatin dhe një vëlla në Elezaj të Firajës. Ai është me Ferizajnë, nëse nuk apo ja? Me Shtërpsë. Po, Firajë. Kështu që kjo si lloj informacioni i parë që është vendosur në këtë lokacion i pari jonë i fshatit Elezaj. Çfarë jete po bëhet në këtë fshat, me çfarë veprimtarie mirë një ju banorët e fshatit? Po që fshati Elezaj ka një pozicion të rrafshtë. Zakonisht deri më tash bujqësia, blegtoria kanë qenë si prioritet. Mirë po, që pas lufte ka ndryshu kjo forme e të arriturit ose të ekzistuarit si në aspektin ekonomik. Ta shumica mirën me biznese, ka që janë të konsum në sektorët të ndryshme, edhe një pjesë e vogël me thonë që tash prap e ruajnë traditën e kultivimit ose mbjelljeve të arave që i kemi këtu. E vazhdojnë përsëri. Vazhdojnë. Mirë po, tash me ndryshimin e infrastrukturës, tash i kemi rrugët më të mira e gjitha ekzistojnë me ujësjellse, me kanalizim me gjithë, edhe mënyra të jeturit ka pjesa e një aspekti paraurban. Jetë paraurbane, ku i ki të gjitha, i ki marketet, i ki jetën e natës, i ki ku shetitësh,
edhe del në pjesë ma ku është kafeterit që janë në pjesë afër fshatit tonë, kështu që bëhet një jetë para urbane, më i thonë, pa problem. Me që kushtet janë të mira për atë sa i cekt, është braktisë fshati? Jo, sikur fshatrat që janë në nalësi të ndryshme, periferike në nalësi mbydetare, si që janë fshatrit Kotlin, i Vaj, Slatin që janë braktisë, fshati jonë ka vetëm një fenomen që kemi migrim jashtë, me familje, me një përqindje jo të theksume, po kemi edhe një migrim të mbrendshëm, që kemi komunën e Ferizajit, që po punojnë shumica atje dhe për shkak të kostës së shpenzimeve preferojnë që të banojnë të njëjtën kohë atje, por vikendeve i kemi prapë këtu njëjtat familje. Se dini më tregu për afërsisht sa familje janë brenda fshatit, familje rezidente? Po që në regjistrimin e fundit, diku janë 560 banorë. Me familje, nëse është diku 110 shtëpi, të cilat janë të evidentuar në fshatin tonë. Këto i kam dhona shumë që mund të verifikohen edhe në Agjencioni Statistike të Kosovës. Ky numër i banorëve ka qenë edhe para 12 vite, 11 kur është bërë regjistrimi i 2011-s, që po i bie tash 15 viteve, pra është rujt numri i banorëve, kështu nuk kemi ramje të theksuar sikur fshatra të tjera. Aq vite, do thot numri ka vazhduar me mbeti i njëjtë. Ka vazhduar me mbeti i njëjtë, ka shtim të popullatës, por në një farë forme pse ka mbetë për këto 15 vite i njëjtë, sepse kemi natalitet, po që kjo është vendosja ku banorët nuk janë regjistruar si rezident, po janë regjistruar si në pjesën ku jetojnë. Ka pas ma shumë natalitet se mortalitet. Realisht kështu po i bie se tash për 15 vite nëse s'po rrin kom bre. Apo del këto. Apo del. Që unë kam qenë administrator i fshatit për një kohë mas luftës, administrator i fshatit, kam qenë arsimtar, drejtor, edhe drejtor në komunë për 3 mandate, kështu që A edhe Zh këtë fshatën një. Se këto investime i kam prej formës që i kumbon. Nëse ju kishëm kërku për bez, nuk kishëm mujt me ju gjetë. Po kështu e kam në faltin, më ka lind nona natë madhe, i gjej gjithmonë njerëzit. I gjej njerëzit gjithmonë të mirë, adekuat, që din nga tregu për shkak. Jenë adres duhur, pra si se thash, e ku mështru detyrën e administratorit. Edhe i din të Edhe këta investime që prej 2000-s e deri tash kanë kalu përmes miratimit edhe mundit përbashkë me Këshillin e Fshatit. Për pjesën e infrastrukturës në thatë që është nivel, a ka rrugica që ndihen të pashtrume? Kështu që, tash, mu me thonë me një sinceritet shumë të lartë që infrastruktura qoftë nën toksore, qoftë mbi toksore në fshatin tonë, mbi 95% është e finalizuar. Diku në 2011 kemi finalizu asfaltimin e rrugës kryesore, dhe pastaj përmes Caritasit kemi përfitu një program në të cilën janë përfshirë një sër fushash. Me atë program të Caritasit Luksemburg, ku është bashkë financu prej komunës, diku 80.000 komuna, 300 diçka mijë, 312.000 ka qenë Caritasi, kemi finalizuar edhe pjesë tjera trotuarin, fushan sportive të shkollës, pastaj kemi vazhdu me shpërndarjen e serrave të ndryshme, që është kompletu një pjesë jashtëzakonisht e mirë. Ujësjellsi ka qenë një problematikë shumë e madhe e fshatit tonë. Kjo ka qenë edhe arsyeja që shumica e banorëve kanë hezitu me pa perspektivën në fshatin tonë. Mirë po, ne kemi qenë pjesë e një sistemit përbashkët të ujësjellsit me fshatat përreth, po kuota e fshatit tonë gjithmonë ka qenë më e lartë dhe kemi qenë me mungesë të ujit. Fillimisht në vitin 2001, përmes USAID-it, kemi arritë që sistemin e ujësjellsit ta kemi të ndarë nga ajo pjesë me rezervuar të veçantë dhe me gyp furnizues. Dhe nga ajo kohë ka filluar të përmirësohet çështja e ujësjellsit, por në vitin 2015 tashmë është përfitu edhe një projekt i përbashkët i kësaj ane, ku është edhe pjesë në këtë sistem dhe fshati jonë, dhe një projekt për 2 milionësh është investuar në rrjetin ekzistues, dhe tash fshati ka rezervuar të vetin dhe ka rrjetin
funksional dhe gjithashtu, pasi kam qenë pjesë e institucione komunale, kam arritë që këtë sistem të ujësjelësit ta merë në menaxhim kompania e licencume për mirëmbajtje. Tash nuk kemi problem. Aktualisht, po menoj vetëm për shkak mujve të pikut, korriku dhe gushti, i kemi 24 në shtatë ujësjelësin. Asnjë telash. Ekziston drejtimi publik, i cili është vendos rrugës kryesore dhe rrugëve anësore që janë më të frekuentuara, edhe ky ujësjelës ndriçim funksionon, kur ka defekt është kompania për mirëmbajtjen e kontraktuar prej komunës. Thatë që keni qenë zyrtar komunal. Po. Po m'pëlqen që edhe pak me fshat je morë. Zakonisht kam qenë pjesë e aktiviteteve të fshatit që nga pas lufta, diku deri tash po bëhen 26 vite ku jam pjesë e aktiviteteve të fshatit. Dikur si administrator, krahas administratorit si arsimtar, pastaj kam qenë drejtor në shërbimet publike për 10 vite, por nuk u kam nda aspekteve të fshatit si pjesë e këshillit fshatit. Do i marr informatat, do i marr nevojat, do i plasu në vendet ku duhet me plasu edhe do i implementu. Shumë mirë, po kur nuk punën për shpejtone, që dhe me dalën kujshi? Shko me dalën kujshi. Ju lumë mu po m'pëlqen shumë. Këto janë prioritete, kur je në pozicionin ku mund t'i njohësh problematikat, shumë lehtë arrin edhe të zgjidhja. Tash më kam pas fatin pas luftës të jem kontakt me organizata të ndryshme, fillimisht që kanë qenë që me njerë në fazën e rehabilitimit, kemi arritë të rrihemi si këshilli i fshatit. Jashtëzakonisht shumë projekte janë implementuar dhe janë mirëmbajtur. Ju sot e shihni këta shporta që gjendet të mbetorinave janë për mi 15 vite që janë vendos, mirëmbahen edhe nuk ka asnjë problem. Fshati e kish një pastërti për atë sanaranive gjatë rrugtimit. Është dikush që kujdeset apo nga vetë banorët? Që pjesa publike për kujdeset nga vetë banorët. Mirëmbajtja e trotuarit, mirëmbajtja e varrezave, hapësira publike, këtyre shportave që janë për kujdesmi vetë si banor, diku një herë në javë bëjmë zbrazjen e tyre dhe i vendosim te një kontenjeri përbashkët. Pastaj vjen kompania që është për grumbullimin e mbetorinave pastërtia edhe i merr ata. Krahas që operon edhe kompania dhe si derm me këtë modelin ku banorët janë në sistem të grumbullimit të mbetorinave. Ka mbetë ndonjë projekt në gjysmë pa u finalizu kështu brenda fshatit? Nëse themi për projektet do të vazhdojnë gjithmonë, do të ketë kërkesa të vazhdueshme të projekte. Po, e tham shumë me ballë hapur që pjesa kryesore, nevojat kryesore që i nevojitet kanë nevojë banorët janë të finalizuar. Mbi 90% të projekteve tu e fillu asfaltimet, trotuaret, kanalizimi, ujësjellsi, ndriçimi publik janë finalizuar dhe janë funksionale. Kemi shkollën, kemi terrenet sportive të jashtme, terrenin sportiv të brendshëm. Kemi një hapësirë që ka qenë ambulancë, që kemi përfituar nga Caritasi, pastaj për shkak se modeli i operimit të AMF-ve në përfshatra nuk ishte shumë funksional dhe mungesë buxhetit, këtë objekt e kemi me vendim të komunës tash si shtëpi të fshatit, edhe ajo tashmë është një zonë ku ne mblidhemi dhe takohemi dhe diskutojmë çështje hapë. Projekte mund të jenë shumë të vogla. Kemi disa rrugica me distanca 50 metra që tashmë është në trend të asfaltohen edhe kjo pjesë, po qasja e banorëve është drejt shumë afër e kanë secili pjesën asfaltuar. Tash i kemi disa prioritete që futen në strategjinë e fshatit, ndërlidhja me rrugë me fshatra të tjera, që kanë qenë rrugë të pa asfaltuar dhe pa zhavër. Tash i kemi zhavoru dhe presim bashkëpunim me komunën që edhe këtë segmente t'i kyçim dhe të kemi një qasje shumë më të lehtë, qoftë në fshatrat e komunave tjera që kemi afër fshatin Rakaj, qoftë në fshatrat që kemi të komunës tonë, që të mos bëjmë kilometra të tepërta, po të kemi rrugë të shkurtra. Pyetja e fundit, banorët e fshatit e Lezaj për çka njihen? Në përgjithësi Kaçanika aset janë shumë mikpres. Vazhdoni me i rujt traditat? Si çdo fshat, edhe fshati jonë e ka traditën e mikpritjes. Edhe ju dallon diçka nga fshatrat e tjera të kësaj komune, juve? Neve na dallon, nëse krahasohemi me fshatrave tjera, neve na dallon krahas mikpritjes, që është organizimi
vullnetar brenda fshatit. Është shumë në nivel, nuk hezitojnë shtresa të ndryshme të i bashkohen në aksioneve, qoftë intelektuale, qoftë nxënësat, qoftë edhe të matë më shumit. Sot është ndoshta edhe temperatura dhe nuk mund t'i shesh, zakonisht vorrezat ishe duke i mirëmbajtur, ishe duke i pastru hapësirat e gjelbrume. Sot po ta rasin tjetë një banor që pranë këtij lokaleve që pastroj një pjesë të barnit, por pjesën tjetër nëse krahasojmë, nëse disa fshatra shquhen për migracion, shumica e banorëve janë jashtë si familje, goci se cila familje, këtu te ne ka ekzistuar një model pak shumica ka qenë të punësuar në sektorin publik, nuk është anu më herët para lufte migracioni, ndërsa pas lufte tashmë e bën mix i kemi gjitha vetit si fshat. Faleminderit shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi, karrikën po ta liroj. Me lesh valloj karrika, s'ki faj. Apo të mungon? Jo. Atë shumë i ka mungu sa që e ka morë edhe në market, tash në lokale thot ju. 3 mandate i kom bon, 3 mandate. O, njëri kur nuk njihet. Ne rahat atje, pas një telashe. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit edhe një herë. Gjithashtu faleminderit edhe për ju. Jo, pe e morë diçka pa Ani po freskohemi pak, Ani unë. e na pritni tek fshati. Falenderoj banurin i cili na dha shumë informacione lidhur me këtë fshat, ashtu edhe kishëm nevojë se absolut kur gjo për këtë fshat nuk kemi ditë. Edhe e kemi taku personin adekuat, ish kryetari i fshatit, por që vazhdon me punu njëjtë, si gjithmonë, ani pse nuk është tash kryetari i fshatit. Faleminderit shumë. Në fakt, kjo rrugica na tregoi që shumica janë mërgjimtar, por mos me ju mbet bërgjë mërgjimtarve ne veç po kalojmë, po i morëm pomit, po ja u kopëm shpit, po ja u qesëm nëpërmjet televizionit edhe në cyre. Tash e di cili shtet dominon në këtë fshat, ani pse fshati nuk është shumë i braktisur. Ishte shumë interesante si na i dha statistikat ish kryetari 2012, jo, 2000, dikon ofër 15 vite kënë në pyetje, si ka qenë pra numri i banorëve ashtu ka mbet. Për 15 vite nuk ka pas lëvizje, ju lumt, vazhdoni të mos e braktisni fshatin. Hajde ne po kërkojmë familje të mira, familje tradicionale, mikprica. Jo më intereson mu. Për ndryshe fshati është i lezetshëm, siç kemi bisedu për infrastrukturë, është në rregull, por që dhe rrugicat ka vende që ka nevojë për riparim. Hajde! O, nalë pak! A të më shkela? Hajtë shkelëm. Përshëndetje! Po, shkyme. Përshëndetje, se jam i bërë. Mirë, faleminderit. Shoku si jeni, e një mirë? Që shpo kaloni? Mirë, faleminderit. Jeni banor të fshatit? Elezaj. Elezaj, si është fshati Elezaj? Fshati Elezaj është fshati mirë, shka me thonë. Apo jetohet? Po, Me çfarë pune po mirreni? me ndërtimtari. Që shpo ecim punë? Mirë, shumë. Apo bëhet puna mirë? Super. Me vullnet e bojnë. Puna bëhet me vullnet, gjithsa punës veç ka përfundu. Edhe rezultati pa dyshim. Rezultati koptohet. Banorët si janë këtë fshat? Mirë, janë të knaqur gjithë. Pjesa dërmuese mirën me bujqësi, me ndërtimtari. Ka prej familjeve që mirën vetëm me bujqësi, që mbohen nga bujqësia. Po, që kujtën e një pjallë. Po, vetëm nga bujqësia, a djali që ti në Po, fund, në ka, ndërtimtari, po po. pat fatin më ka pështusat, se ka ullë propa.
Është në herë tjetër. Do thot pas ka familje që mbohen edhe vetëm nga bujqësia. Nga bujqësia. Çka po kultivohet mas shumë ti? Misri, Mhm. gruni, Po. edhe me bache mirë mi ka pak. Edhe me boshe. Sa për nevoja familjare. Sa për neve. Tash a keni përfundu punën apo jeni të shku dikon tjetër? Tash jemi të shumë me pika një kafe, më fresku pak. Edhe ka ora 4 e presim beturin, ose për ndryshën 16, Deri në sa po punani? dhe në 5. Deri në 5. Nga 7. Ja, prej ti. Mirë se 7 shumë është. Me banorët jeni me gjithë? Gjithni. A martohni me zveti me dosht? Ja, smartu. Nuk mundeni apo shej Ja, respekt? ja, shenjë respekti. Se për ndryshe, këto në fshatën e Lezaj, figurojnë dikon 13 mbi emna, një për shkak të afërsijës nuk martohen. Faleminderit shumë për kohën, nuk po ju mundoj më shumë se u ftofen kafe. Dhe më falë prej cilës redaksi ka ti? Po unë jem katuni jem, që i vizitoj krejt katunet të Komë Kosovë. një pojnë Në YouTube të na shefesh. ndej. Hajde, mirë pofshim. Mirë pofshim, gjithat Faleminderit mirë. shumë, punë të mbarë, ju bofshin mirë kafet. Faleminderit. Është problemi i taku banorët se janë në orare të punës, pra janë shumë punëtor, nuk din më nol kur trupi si nolë të punu. Ua të të Edhe ju ato nëna ime pju për cel ka juve. Nona, përshëndete. Faleminderit. Po shko ti. Tu i të dënë Dorontina shumë. Hajde, shihemi. Këtë gjyshet i du di qysh, se unë jë mitë pas një, këtë i rahatova. Hajde me qëtemi, këto i kemi varrezat nga këto po shkeputemi, ose jo fokus nëse mundesh, s'po ditash me gjirime ona kështu, se pak e kemi ngusht. Qëria e fshatit është se po shoh shumë fëmijë, gjë që më pëlqen shumë rrugëve të fshatit të lujt, me bicikleta o kënaqen. Hapësiren e kanë, qetësi, po rrezik nuk paraqet diçka, me që nuk ka lëvizje të makinave, shumë rrallë. Këtë një herë që shluj, shumë o bëj shumë bashkë këtë fëmija. Ka kena me hybre, ka me trokit, qëtë? Hajde. Sa bukur e paskan. Në këtë shpin këneja. Hajde, po shkojmë që të shtepin. Fol. A dëni mësafir? Faleminderit shumë. S'po dia e kum taku nonën ati djali, tha nona jam me t'ko marak shumë. S'po di, a je që ajo? Ha? Qështë je? Mirë, që shjeti? Që e mirë ju? Qështë jeni? Mirë, Me shëndet? mirë, Apo lodhnja? ka pak. A një mirë, Qa po bëni? po që si unë Apo mundesh me bëna i puna? muj ka pak. Sa vjet i bëne? 10, po. Mashallah. Sa pas kanë lënë hiç shenj. Ja, me qyshja, Ha? qyshja. Po, Apo unë gjy pak. Hajde po ulem pak. S'po ta pri shumë qefin. Apo mundesh m'ul? Atë ndihmoj. Jo. Hajde. Qa po bënja, qa po vynja? Allah, i shka më thonë, që si, Së punë për ditëshme, pa, gjithë po një. për letëshme, po. A ishte ai djali që po nën atje me ndërtimtari që mirë? Po, gjeli Se- jam.
A i më tha nona dënë shumë, nona gjyshja nuk e di. Unë për natë me të këqyri. He, a ne apo do këna njëtë në televizor? Po, dha mirë. A? Mirë. Po ju martu, bre. A je martu? Po. Pa unë edhe mos më konë Tash mos martu. po lakë më për na i kënë. Je po, ne i ku martu gjemë. Po. Po pojmë pak hajde. Sot jemi ki? I kam 2 djemë të metë, edhe një më kalon gjalli. Më ka dek gjalli. Po. Ata nuk e kam këto. A janë në Suedi. Po. Nipe. Mi kalon qike djallë. Shumë e ronë. Po, Që sa ka vdek? a moj që ka dekën. Po, tash ata e në rritë. Pa janë qike djallë mi kalon, ato janë martu të dyrt. A, po. Qika në Gjermani, gjalli në Suedi. Po vina i herë në Kosovë tash? Po, vinë, Po vinë të gjyshja? Po, vinë, kur ti merë mallë, edhe kur të kanë pushime. Po, kam pushime. Po. Shumë mirë. A njini me kretë banor të fshatit këtu? Mes vete, a i njihni gjithë? Po këto i kena tuën të ketë, që to, që ki rrasë shka janë, ketë janë tuën. A gjallor? Po, ma shkurt janë kunet e me. Tana të kunet kanë gjeme, kanë reja. Na të regon që shokon fshati para shumë viteve. Nuk din që sa je këtë? Përshëndetje. Pa hajde më jetim. Ani, ka një gotë ujë. Faleminderit shumë. Që sa viti jenë këtë fshat? Se di vëllaj nuk pidi janë. Një 40-50 në shte po, a? A je martu në këtë fshat? Ja, nalt, në Slatin. A, ta nuk i Në duket që i nikon ju në Slatin. Se di se më kam bo shumë qëta është. I nikon ju në Slatin, se ju kum përcjellë në disa herë. Ma mirë din kjo se unë e vallojnë. Po. Haj, cila epizod pëlqen mas shumë të që e kom bo ma të mirën? Cili fshat? Po pedi jonë, Ty që të ka pëlqy mas shumë. po kejtë mirë i ke von. E ke po ato me atë gjyshen? Pra me kum po një emision i kishtë 90 vjetë puë. Që di i kajt ish. Që ne i Po, ka viti. më duke të konë, i klinës, po, ajo, gja 98 i ka posë më duke. Kështu tha, në Po. atë tjetë. Thash vetë me vjeti, thash ka maj më që mësone. Kjo të mojtë i mytë aty që është halo e re. Pas ka dhe ma të vjetër së. Po dhe pas ka ma vjetër. Ki qef me jetu gjata? Jo, vëlla jo, s'kam qef që ta Se? shtë ja. Po, balë kom jetu. Po, Ja, mirë është me jetu. aj nashta, jo, vëlla jo, më mujtë, që jam të mujtë, po. Valla bëllë zoj koke, unë zdi sa po munesh. Shkënd. Ja, po sa ka thonë ai nalt, na nuk e dimi. Po, vëlla. Kush po kujdeset? Reja ta. I kam 2 reja. Njënën e kam që atje. Shto e paske ma të mirë se e paske këto ofer vetës. Të dyjat i kam të mira, vish këta e kam nga 2 vjeti, ma të... Normal. Qyshi, a e mirë, a e lodhë? Nga pak jo si jeni, a e një mirë? Familjen? Qysh po kaloni? Mirë. Shumë mirë, vjen mirë. Derit shumë. A ju qite kafe? Ja, s'po dojmë hiç kafe. Hiç s'po dojmë. I si qëtë kafet e mira, Po, vallahi. a? Po ti. Hajtë se pja provojmë kafet. Ata që s'pakuj? Kujna, ja, S'do nuja? ja. Ata? Përshëndetje. Për ju dhe kena për Si jeni? Si jeni? Mirë, jo? Ajni mirë. Mirë. A kjo ardhë nga kjo shtëpia? Po, pse? Me më prit atje se dha tash të vinë në shtëpi. Ne S'është po bajram. problem, mirë se na keni ardhën. Si ju gjetëm, faleminderit. Hajde ulemi dhe flasëm. Faleminderit shumë. Po thash vite pije dhe një kafe te ju e te. Ja, po na i qetë konota. Dyrt i kena të hapura, për çdo kanë që tjetë, janë mirë sa ardhur. Shumë fshat modern. Çka po më habit për mirë, gjinia femrore njesh që keni. Jo lumt. Faleminderit, faleminderit. Kështu duhet me konë. Mundohemi mirë jemi, përgjithësi. Spari, faleminderit që keni përzgjedhë fshatin tonë me na vizitu. Jeni të mirë sa ardhur çdo herë që
Ta jeni të arsëshme në çdo kohë, jemi të hapur këtë që jemi. Transparent, sinqert, me çdo çka mirremi, me çka jetojmë, jemi të lumtur. Kjo ka rëndësi, unë i du këta njerëz që janë Ata jemi të lumtur shumë. shumë qefi. Qa po bëni, qa po punoni, qa po vyni? Po mirë me qështu, unë e punoj në arsim. Këtë e pas ke mësuse, që ata kjo po, Qa të diçka? mësuse me laps. Qa ashtu diçka? Që shpejt puna? Edhe Nuk nesër është edhe... keq. Përfundim tash. Pak të lodhur, po me gjitha ta mirë. Apo gëzoni që i keni një 3-4 muj pushim, 2 muj. Nja 5. Zakonisht 3 muj thuhet për mësimdhënësa sa që i kanë pushim, në fakt 1 muj kemi. 15 korrekt deri 15 Po gosh. si ju duhet çdo ditë me u Po, lajmëru. mu lajmëru, kena punë administrative, kështu që kena ngarkesat e tona. Por që edhe 1 muj është bukur i madh. Jo, nuk është pak, nuk është keq. Absolutikisht nuk është keq. Ku po punoni në cilën shkollë në fshat? Sa mirë, në dirë të shtëpisë punën. Sa është numri në Concave? 208. Shkollë. Është vetëm nga fshatja dhe për rreth fshatra tjera. 5 fshatra, 5 bashkësi lokale, kemi qëtë numër. Ka rënje, dukshme. Që shpojec procesi mësimor? A e ke mbyll në i nesha ju? A mësuse? Qëre mësuse, ngëm. Nëse diku ja ke notën, ja ke lën pak ma tëllë të hatri mi në gretja një. Publikisht. Inshallah si ke Nuk jam mbylla. mësusje. A nuk jeni mësusja? Jo, E, qa jam punën? drejtërish. Edhe me rrezikshme. Drejtorisht, po vend si me ju largune, po ju afrun. Po në kesh pa për gati. Shumë mirë, qysh pasën nuk rrinë shme për gati. Vallaj se cila ma zoj se tjetra. Djali tha shko tha te nona dhe te... Po, vallaj tha se nona dënë shumë. Rikthehemi miqtemi përsëri në muhabet, shefeni na kanë cilë baklava edhe kafe, të më shëndurt, se dyreja i pas ke shpota. Valla po. T'lumt. Tash po bisedojmë pak me drejtoreshen. Po du me ju pyet për gjatë viteve në arsim, cila është eksperienca ma e bukur që e ke pas? Sa i përket eksperiencës në arsim, unë që 23 vite jam në arsim. Eksperienca më e bukur ka qenë vitet e para, kur jam punësu, dhe kam punuar 5 vite, kam qenë mësusja e parë dhe e vetmja e fëmijëve me aftësitë kufizuese. Edhe ajo është një eksperiencë shumë e mirë, kam pas 16 nxënës, kuptohet me dëmtime për më të ndryshme kanë qenë, po dashurinë që ma kanë ofruar ato fëmijë, edhe e ndërsjellë kuptohet dashuria, atë eksperiencë nuk e harroj asnjëherë. Edhe sot kemi kujtimet përbashkëta, kur takoj me dikon, ndjehemi sikur ditët e para që kanë qenë ullë në shkollë. Me pastaj ke vazhdu? I klasës së bashkangjitur, kom vazhdu mësuese klase, pastaj kom qenë drejtoresh, pastaj mësuese klase, prej mësuesës tash drejtoresh. Këto lëvizjet vockla, ndryshime, kanë ndiku diçka te ju? Profesionalizëm? Pa tjetër, çdo herë, çdo lëvizje i ka ont. Duke i morë ato pozitivet, pra si që kemi të bëjmë me arsim, nuk do të thënë që kena morë diçka negative, po çdo herë na mësu për mos me gabu nëse kemi gabu herën e parë. Do të thotë që provoja e band vetën, çastja, pa morë parasysh se në cënë drejtema apo cënë kaje kena gjithë vetën, kanë qenë të shkëlqyeshme, sidomos me komunitet, me nxënës, me kolegë, me kolege, kalojna për mrekulli, kena një staf, këto në Leza edhe paralelen e Dome e Kambajnic, është një staf i shkëlqyeshëm si me punë, si me bashkëpunim, gjithçka me organizim të kompletuar jemi. Çfarë gjenerata po dalin? Pyetje pak si më e vështirë. Pyetje me spec. Tu e marë parasysh, po du me undal tek teknologjia. Shumica e fëmijëve tash vetë se i kitë përgatit. A lejoni me telefonat në shkollën e juve? Shkolla jonë nuk lejon. A është ma vështirë tash këto vite, apo viteve në fillim, kur veç keni fillu si mësimdhënëse? Po tash të kenë bëret mirë organizimi që shbohat.
Nuk mujna me thonë se nuk është mirë tash nëse s'kemi teknologji, se për deri sa bota po ecë me teknologji na duhet edhe neve, po nuk do të thotë që pa limit me qenë ose pa kufizuar. Te çështja e gjeneratave që po dalin që pyete, nuk do të thotë që jemi ma keq, kemi fëmijë shumë taftë, kanë talent. Mund të themi që kanë talent ndonjëherë ma shumë se na ka una teknologjisë. Nuk është keq, por normal që duhet punë. Si nga una shkollës, po ashtu edhe e nga prindërve, e që duhet ta kenë një orar mirëfillt për përdorimin e teknologjisë, jo pa kufe. Se nëse përdoret pa kufe, atëherë po shkakton probleme dhe fëmija kur po vjen në shkollë i përgjumur, ose ka mendjen te loja, apo ku e din ato pjesë të veta që i kanë, po megjithatë nuk është keq, është punu, është mirë. Shumë mirë, ju dëshirojmë suksese. Faleminderit. Edhe këtë konatën tonë një 2 pyetje po ja parashtroj. Ç'është po kaloni në fshat? Shumë mirë. Ju punoni diçka po vetëm në punë shtëpisë? Punë shtëpisë. Shumë mirë. Qa është të konatë? Qa na rrugën? Përfundova unë. Ashtë hajde afro pak. Kjo është konata e madhe a ju jeni? Kjo e madhe, unë jam e dyta. E dyta. Tjera s'keni, a? Edhe një kena jashtë. Qa e mas miri ko ka jashtë? Në trenën ne jemi. Trenën një, o, sa mirë. Konatat bashkume, kështu jeni kom prej fillimit? Për fillimit. Jetë ka prit, po besoj. Po. Kjo më ka prit mirë, tani edhe unë e kom prit mirë edhe E ka vazhdu. do mi heq. Shembullin e mire pas ke pas, edhe mirë që e ke kuptu dhe e ke vazhdu. Apo keni shoqe këtë? Po, ka. Keni ku me dal, se më tregun që në fshat e keni pjesën ku mundeni me shetite, me dal. Me pas ku kena ku me dalë. Po që ju jeni edhe me punë të shtëpisë edhe vjerën e pa. pa. Punë, po, normal. Me qa po mirë, keni mbjell diçka bashkë? Kena mboqe, krejti kena. Kena kopsh, krejti kena. Kreti To, keni. po. Edhe pula, mi përmenen një banur dë pula, tanë shkote dë gra që mbojnë pula, mos jeni ju ato? Ja, ja. Nuk kemi me shumë, një Ajo, pjesë të vogël. sa pula i keni? Sa për viti, një 15. 15. Po. Apo mundet vjera me të ndihmu diçka? Një manka pak. Vjerën e pas ke zoj, halo e fort. Unë ju falenderoj shumë për muhabetin edhe për pritjen e mirë që na e bot, po ikum ka dole se kemi nejtë bukur shumë. A të përshëndetëm? A po u gëzu? Po, po. Se po gëzu është që po shkoj? A? Ja, nuk po gëzuën, apo. A je sigur që s'po gëzu është? Jo, valla, jo. Pra më tha djali tha të lëshojmë dërontinën. E kanë lëshu dërontinën, Po. e kanë këqyrë. Po, e kom këshirë. Ta shkime po veten. Je be më shumë qitë mu. Po qysh më... Po ti je qërshia e misionit sot. Qysh mos me qitë? Se di, po nuk di më folën në në. Shumë mirë ke fol, mjafton që ju kom Hajt, po. pra. E shoqëriseni Hajt, ditën e mirë. Faleminderit shumë për pritjen e mirë. Faleminderit. E jetov zgjatë shumë këqyria. Ha? Ria më këqyri si keq. Inshallah ja, ja. 200 vite. Ja, Unë kom qef minguc nusët. Një herë hala nuk më këshirin keqë të na masane. Në kom tua, po pak Po. diçka. Zoti ta dha shëndetin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Apo përcjellëm me konotën? Jo se Apo vjen, hajde, në mesin e konotave. Ka puna qënë? Hajde, Mirë pafshim. po shkrim pak edhe nga une. Po vëllai, po shkojmë edhe pak të shtëpia jote, Me se ti qërshi. tash më ardh mi kry këtë tana, s'ka kuptim. Po shkojmë edhe pak po e pim një kafe të jë. Ja, kafe s'doj. Po de. Unë e A kam për shënë se dorën unë që jam, pështoj. a për shënë se unë jam e drejt. Ju vesh të dikush. Alin, gata dhe të shia. Sa bukur e pas këtu borën. Susja. Është lagja shorra. Qëtojna një lagje perfekte. Shorra, po. Jenë na krejt me gjallar, a gjallar, edhe na të organizum, ndesh rinia, ndesh nusën, ndesh gratë, gjithë shka bojnë as bashku. A ka si vjet naj dasëm a naj po, sena? kemi darë, së jeni të ftuar. O, faleminderit. Unë shkoj ftu e pa ftu. Pa Ta se s'po përfundova të ftoj, fshatin. pra. Pa. S'po të ftoj, nëse ashtu për pa ftu. Ate kisha ditën e këtë veç kur isha hi me bombonjerë. Po e Blen, nga të zamër do djega? Përzohesh, Erblin, përzohesh. Qërshijat për ndryshëm i këshim pas rujtë se kanë thonë vjetë dërëntina, se krejt ka tuni po e dike që ne kam qef në qërshia. Do shta dhe që e kam ditlindje në qërshur.
Çata deshta me thonë çka të lidh ti me Po, me e qershorin. kam ditëlindjen edhe në shti për qëta dhe i hoshëm. Sigurisht. E gjysën e trupit qërshi se mërëm, e? Faleminderit shumë, kur i hojmë këto. Hajtë të vazhda gjëra, e pa mbjet gjillë shumë. Faleminderit shumë për juve, ishte shumë kënaqësi. Si ishte edhe e jona. Faleminderit, ja u kemi hubë ditën pak, po na bëni halal. Absolutisht e kënaqësia jonë. Mbot Jemi të qifi. mirëseardhur. Faleminderit shumë. Sa bukur o borën lullet. E drejtërish bre. Valla zoja kokit, ju lumt. Perfekt. A ju përshëndeti ku më shkune me këta kalavesha. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, punë falëshme, po që shëndet. Faleminderit shumë. Në mirë, faleminderit zoti ju dhosh bereqet. Vjen mirë që unë juftu. Edhe qëta uj po e marrëm, është me neve. Ku? Ka me i lomër gjithë këto senet. Pafshim, faleminderit shumë, po largohemi dal nga dal edhe pse bëll po pritoj me u largu nga kjo super familje, o jemi knoq me këto zoja, ma kanë perfekcionu ditën. Faleminderit për zemërsisht, çdo familje që na i hap dyert. Ne po vazhdojmë, po frynera, freskia verore. Po vazhdojmë pjesën tjetër të fshatit, po i morëm edhe ca pamje nga ky fshat, njerëzit na kanë pritë shumë mirë për atë sa rreth e me i taku. Po shpresoj që kemi me taku ende, po edhe me kaq besoj mjafton. Informacionet të njëjta janë, vetëm se sillen. Një fshat shumë i lezetshëm. Shefeni se çfarë pamje gjelbrim. Njerëzit gjithandej ndëgjojnë të punu. Janë pra shumë punëtor dhe mikpritësa. Jepi auto, stop! Shenja e komunikacionit që për neve nuk vlen. Na nuk dim stop. Hajde po vazhdojmë që mi djathas. E kemi shumë interesant këtë pjesë. Gjithandej gjelbrim. Sa pamjet e bukur që ka fshati, apo kalojmë pjesën e trotuar, po jo, s'po kalojmë se janë varrezat. Hajde derisa ti kalojmë, po rinë këto në knej, mas po m'del në i gjorpen. Tash ka fillu flodi veror, po frynera bukur si shumë, molet. Far. E keni parasysh se si jam fshatrat këtu në Kaçanek. Janë fshatra shumë të bukura, me natyrë mahnice. Por njerëzit janë ata cilët e bëjnë fshatin edhe më të bukur. Në familjen ku ishëm sfundi, te këto zonjat kemi qëndru bukur gjatë, kemi zhvillu muhabet edhe kështu prapa kamerës, po du me thonë që janë shumë shembull i mirë, dy zonja, cilat dalin, të presin, flasin, faleminderit pafundësisht. Gjyshen e pata qërshi kështë, ato e lash qërshi, veç për këto dyja po flas. Gjyshen nuk e mundum shumë, ani pse, ju bo shumë qefi që më ka po, edhe shqyqër që ja qëllu me shku të nona, që i thash ati djallit. Me rëndësi, ajo na shikon, sa shtëpi e bukur kjo. Pa. Edhe ato atje, fokusondi. Llogarit me pas shtëpin atje me jetu. Ku.
i kolli gumat. Pa, me siguri janë shtëpi e mërgjimtorit, pa siguri heq, dyrt mbyll me a jem të po dikën, je pas ka panur. Pas ka shumë e lezetshme. Se di pse mendova që e ka hyrjen këni, e pas ka dhe ndej, edhe ke ndej, po vazhdojmë kështë. Nuk e di edhe sa shtëpina kanë mbet, por po e përthekojmë sot, është fshati jo shumë i madh, në fakt me shtrirje është shumë i madh, por shtëpit po munduhemi. Çfarë pomje të bukur nga këtë. Veç ka me të shiku. Perfekt. Edhe poster. Ju lumt. Mija po të marrë dha. Oj breshk, apo mundohesh me ushty me neve, a? Derisa të kalëm breshka se mos po e shkin, i pas kem shikus me një herë, dorën tina. Qish me largu breshken? Po s'me me kop. A bën mja kop këto? Ha? Hajde. Për një me a? E qish me ljon? Kujdes! Ta shpetu mjetën, që do të me thonë? O, faleminderit be. Hajde, po vazhdojmë. E më i breshk, pas ke dollë edhe ti në përkatune, a? Si une, a? Po më nu është më shty me mu. Ja, se s'ta qetë më shty me mu. Po në shpi pa se unë jem gjirime. Derisa ti përfundoj gjirimet, tani vija shpia. Na kam betë edhe shumë pak. A? Edhe një logje, a? Jemi në logjen tjetër, veç shikoni se sa bukur duket, sa shtepit e bukura. Për ndryshe ki rruga, Shqiponia po e mboj ka emrin. Veç këqyrni me sy, s'po komentoj kur gjo heq. Kjo pjesa, sa bukur e ka kusit, ora ti pas ka mbil, dy karika aty mbromje me dollë, në këtë pomje, o i ri poster, qka po dë ma mirë. Me po gjysme në fshatit, nga këtë. Në anën tjetër e pas ka dhe boshen, kjep që pas ka mbo, kalamuqi po, Kalamuqi. Dikush i thëtë kalamuq. Na i thujmë kalamuq, Kadrenica i thujmë kalamuq, ta është vorët. Për ndryshe, misër. Kam betë të thonë edhe një pjesë tjetër e bukur, por ja, shifeni. Fshati me të vërtit është shumë i lezetshëm,
e ka strukturën të jetë interesante, sa po jemi në Rafsh, veç kur po e shoh veten me një rrugicë përpjet, përsëri Rafsh, shumë interesant. Gjithçka në vend, pastërti, gjelbrim, natyrë, njerëz të mirë. Qëtu i jetova, pjeshka të leshta. A ju thëni pjeshka se në... Po dhe jenë edhe disa pjeshka tjera po që sen me lesh. Këtu s'mej mi hongër se ma grithin gojen. Pa hajte mura kështu me lujt. Tja hi një ondit, a? Ama kur pjeken e kanë shenë shumë të mirë. Veçanta e ditës së sotme në çdo rrugicë po shohum fëmijë me ta knoq synin të lujt bashkë, tu knoq. Edhe kanë pjesën shumë të përshtatshme, ku dojnë mundet me lujt. Një rrugicë që na çon, të shoh, hajde. Duket nuk pas ka shtëpi, rrugica ka mbetë kështu, nuk është shtruar, megjithëse në çdo anë të fshatit nuk mungon infrastruktura, pra, ashtu dhe si që na ka të regu kritë në fillim, banuri i parë, sa i përket infrastrukturës të këtij fshati, ani pse vende mungojnë ca trotuar, por e rëndësishme është se fshati mbi gjitha është shumë i bukur. Me të vërtet na kalon përshtypje shumë të mira, ju vetëm fshati banorët s'po flasim. Shumë njerëz të mirë mikprica. Jemi knoq. Kam hyrë në oborrin e dikujt, por nuk e di se i kujt është. Këtu vendosa me ju përshëndet, me përfundu edhe ditën e sotme. Pikërisht e ky është golf. Po, golf 1. Po shoj pak se shpirti mu ka lodhur. Faleminderit miqtë e mi që ishit edhe sot me neve, faleminderit fshatit bukur e Lezaj. Ne takohemi në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetëshi!